Kryeministri Edi Rama ka nisur projektin e kultivimit të kanabisit duke ndarë zonat dhe parcelat në bashkitë ku do bëhet ky biznes mafioz, i trumbetuar si zhvillim ekonomik për Shqipërinë, kur faktikisht është thjesht një skem për të lejuar me ligj prodhimin dhe trafikimin e kanabisit. Me vendim numër 149 datë 6 mars 2025 për miratimin e zonave kadastrale, në cilat lejohet kultivimi i bimës së kanabisit, qeveria ka caktuar 138 parcela toke në qarqet Shkodër, Dibër, Fier, Vlorë, Elbasan, Gjirokastër, Kukës e Tropoj, parcelat ku do të kultivohet kanabisi. Qeveria i ka caktuar në zonat ku janë emrat e mirënjohur të botës së krimit në veprimtarinë e trafiqeve, të cilët kanë lidhje me PS-n dhe personalisht me kryeministrin Edi Rama, të përdorur si cuba në fushatat elektorale. Nuk është rastësore që parcelat për kultivimin e drogës janë caktuar në zonat e Shkodrës, ku janë çiftligjet e bandave të këtij qyteti, dhe në malsinë e madhe që prej 20 vitesh është çiftligi non grata Tom Doshit. Në njësi Gruemir të Malësisë së Madhe, Babloku ka caktuar 11 parcela për kultivim kanabisi në Gruemir, Boriç, Gjorm, Grut Fush, Grizh, Vajush, Mëshqer, Omare, Rash, Kullaj e Vorfe, ku jo rastësisht Tom Doshi dhe bandat e tij kanë tokat private dhe kanë marrë toka shtetërore në përdorim, por edhe 6 parcela në njësinë administrative, Postrib dhe Rrethina. Babloku caktoi 20 parcela kanabisi në Tropoj që jo rastësisht janë në pronësi, me qira dhe nën kontroll kanunor nga kryebashkiaku i arrestuar Rex Byberi, familja dhe klani i tij i drogës, konkretisht në Bajram Curri, Bujan, Blad, Dushaj, Fjerz, Dojan, Rosnje, Selimaj, Deg, Babin, Ljufgaj, Jaho Sali e të tjerë, ku parcela kanë edhe familjar, Krush që e klanet të Sali Berishës. Brenda listës për kultivim droge janë edhe 5 parcela në njësinë administrative Kalaja e Dodës në Dibër, në zonat që njihen si çiftligje të kontrolluara nga trafikanti Ymer Lala, i njohur si i forti i Bablokut e PS-s në fushata elektorale, në njësinë administrative Fajz të Hasit dhe njësitë Bushtrice e Kalis të Kuksit. Babloku ka caktuar 13 parcela kanabisi, konkretisht në zonat që njihen si çiftligje të bandës Dauti, e kryesuar nga kryetari i Bashkisë Has, demokrati Miftar Dauti, dhe ish kryebashkiakët e PS-s Liman Morina dhe Adem Lala, të cilët kanë lënë mënjan ngjyrat partjake dhe janë bashkuar prej 20 vitesh në kultivimin e drogës në Has. Në biznesin e drogës, Babloku 9 parcela ja ka dhënë bandës së Cerrikut, të drejtuar nga biznesmeni Eral Myftaraj, ortak me ish ministrin Bledar Çuçi. Në Cakran të Fierit e Mallakastër, Babloku ka caktuar 4 parcela brenda çiftligjeve që kontrollohen nga Ben Qimja e Trifon Murata i Banaking, ndërsa në Elbasan ka caktuar 6 parcela nga 5 deri në 8 hektar në zonat që kontrollohen nga bandat Çapja e Çopja, ndërsa 39 parcela për kultivim kanabisi Babloku i ka caktuar në Delvin, Finiqe e Këlcyr, që kontrollohen nga të fortët atje. Në zonën e Dropollit ka caktuar 30 parcela, të cilat kontrollohen nga kryetrafikanti Andrea Çaushi alias Renato Çaushi, bashkë me djalin dhe nipin Evangel Tavos, të cilët janë ortak të 2 guroreve në Dropull dhe tek resorti në Kalane e Lëkurësit Sarand, ku pronar po bëhet Dajlan Avdia i Apexit dhe kullave në Tiranë. Nuk dihet për cilin i ka caktuar 4 parcela në Libohove në Glin, por thuhet se i ka një biznesmen Miki Edi Ramës, ndërsa në Lazarat ka caktuar një parcel për kanabis si simbol i kohës së Sali Berishës. Nuk ka asnjë dyshim që në krye të biznesit të kanabisit do jenë familjar të Bablokut dhe persona të fuqishëm pranë tij. Prandaj parcelat i ka caktuar në zona që janë çiftligje të fortëve besnik të lidhur me të, për të fshehur bosët e vërtet të këtij biznesi.